Unë do më thonë, ka shumë shpesh i kena, do më thonë, barriera ose përplasje morale edhe me çështje cilat ti mbron. Unë e kam një parem disa lanë si marrë, kom thonë në media, vrasje, dhunime tipike, edhe fajdes marrë. Një rast e kom pas fajdes edhe shpalli pa fajshëm, sepse ai ka qenë një manipulator bashkë me policin, e ka fut shokin e ngushtë, e kom fitu, e kam ditë që s'është fajde, do më thonë edhe kom fitu, sepse kam qenë i bindur para se me ju në Atlant, edhe nuk kom pasës një rast, i kam disa parime. Tash, se cili avokat dhe mendoj se cili profesionist, gjithmonë qysh janë edhe rregullat dhe kodi i nderit edhe në mjekësi, ashtu është në çdo profesion, edhe kod ne e quajmë kod etikës ose etikës. Është një kod që ne ndash e quajmë etik, ndash moral, që i kemi disa rregulla morale në raport me klientën. Unë personalisht e kam një rregull që nëse bina e bin Londën, e marr Londën, e bina që e ki, domethënë s'mundesh me shpëtu, e ke kry, i ki provat, nuk ka mundësi me i rrëzu. S'munde me bind versionin cilën ti ki dëshirë. Ja tregoj realitetin. Pastaj ja zgjidh rrugën. Unë nuk e marr përgjegjësinë e garancisë dhe edhe e bindjes mas parit vetvetes dhe ti që unë kam ta fitu rasin ose gjasat i kem ta fitojmë me majt me shpresë. Ajo i tregoj sakt. I kem gjasat, si kem gjasat. Qysh i kem gjasat, kështu i kem gjasat. Këtu i kem për, këtu i kem kondër. Edhe ri domethënë në një pozicion pak më komod. Sepse nuk garantoj për diçka që sa ndorën të jam çekiqi në fund, vendimmarrja e gjyqtarit. E dyta është i tregoj për skenarët e mundshëm karshi gjendjes me gjitha faktet dhe provat që i kena në tavolinë lidhur me çështjen, edhe pastaj e mboj mbrojtjen profesionale sa ka mundësi. Goditjen e mundshme me argumente ligjore.